Tash kush janë pritshmëritë tuaja për këtë fushat personal, pritshmëritë personale, por edhe për partinë? Vlerësoj që njerëzit më vlerësojnë për çka kam bërë në gjithë këto vite dhe për si kam shërbyer. Edhe e di ku e shikoj këtë, e shikoj tek fakti që shumë njerëz, cilëve u kërkoj që të më ndihmojnë apo të më apo të më mbështesin për të në këtë proces, në këtë fushat, thonë shiko Mimi, e di që e kemi të thjeshtë ta bëjmë këtë gjë sepse kudo që përmendet emri ose ta përmendim emrin thonë po Mimi po ja vlen, ajo është zonjë, ajo është kështu ashtu. Kështu që kjo është një gjë që më cilën unë ndihem mirë, se nuk është e thjeshtë. Edhe kështu që pritshmëritë mia për këtë fushat janë shumë të thjeshta. Unë mendoj për shkak të vlerësimit që kam deri tani dhe të gjithë sondazheve ta fitoj këtë betejë. Nuk është e thjeshtë, por besoj që vetë do ta fitoj. Edhe pavarësisht se në suportin tim janë vetëm njerëzit të cilët e besojnë këtë gjë, pra nuk jam më ministër, pra nuk kam shpur nga mbrapa, nuk kam 100 sekretar, ato që shkojnë me titull ministrash, mos ke profilin ta është më mirë. Besoj. Po. Kështu që nuk frigem nga kjo gjë, përkundrazi rri më komod. Si e frikës edhe 5 vjet përpara, po frikës tash. Dhe uroj shumë që fushatat mos ketë ngjarje të pakëndshme. Po. Kjo është shumë e rëndësishme. Edhe të jetë një ditë normale për të mos qenë një ditë feste. Të bëhemi dhe në qytetari herë. Dhe besoj që do të ketë një raport pozitiv nga OSBE Odiri, sepse edhe ai është një proces i rëndësishëm. Ata kanë qenë gjykoj që janë shumë të vëmendshëm dhe janë në terren. Ashtu siç janë në terren dhe struktura të tjera për të kuptuar nëse vota transformohet, blihet apo dhunohet dikush për shkak të votës e kështu me radhë. Shpresoj dhe besoj që të bëjmë një hap më tepër në raport me raportin zgjedhor që del. Shumë e rëndësishme një procesi zgjedhor të shkojë mirë, madje shumë mirë, sepse tregojmë që jemi maturuar. Po, kjo është vërtet. Edhe duhet ta demonstrojmë këtë gjë. 30 vjet domethënë probleme zgjedhet është një pikë shumë e dobët për gati në disa raste Kosova është përpara nesh, pavarësisht se ka një demokraci më të brisht dhe më të re.